Miq të emisionit Koha Shtesë, sot do të kemi një intervistë se përket Kristian Aslanit me sfoshorit shqiptar, njeriu i cili ka ngritur gjithmonë pesh zemrat e tifozëve shqiptar në kohët e fundit për shkakun se është pjesë e Interit dhe të gjithë ne shpresojmë shumë nga ky lojtar. Një lojtar i cili ka kaluar kritika shumë të mëdha në Itali, kritika të cilat shpesh nuk i ka merituar, por në ndeshjen e fundit fatmirësisht Kristian Aslani ishte heroi i Interit duke mbajtur gjallë shpresat e zgjidhjeve për titullin kampion, pasi arriti që të shënonte golin e vetëm nga penalltia në fitoren 1-0 të Interit kundër Veronës. Sot do të jemi në intervistë me një gazetar shumë të njohur, i cili jeton dhe punon në Suedi, por është një ekspert i Serie A, i mediave italiane, bën shpesh analiza atje dhe ka shumë ndjekje në rrjetet sociale. Sot do të flasim pikërisht me gazetarin Siavuz Falaj, i cili do na japi më tepër të dhëna se përket situatës së Aslanit. Hello, my friend. Hello, thanks for having me. Thanks for being part of us, and in first I will make you... Në fillim do të doja të bëja një pyetje. Si është e mundur që Kristian Aslani të trajtohet në Itali në këtë mënyrë? Për ndeshjen Inter Milan për shembull, në SofaScore, Aslani ishte lojtari më i mirë te Interi, dhe kur pash disa media si Corriere dello Sport dhe media të tjera në Itali, ata thonin se Aslani ishte lojtari më i dobët të Interi. Si është e mundur e gjitha kjo që të ketë kaq shumë ndryshime në vlerësimin e bërë për Kristian Aslanin? So I think the ratings on the apps is always different from the ratings of the newspapers. The newspaper will always give you more or less if you make a mistake, if you don't make a goal, if you don't make an assist. I think this is been a problem for Aslani. He hasn't had many decisive performances in the Super Cup. He dropped the ball for the goal that led to Milan turnaround, but it was a clear foul. So I think he's been also unlucky. But I think the ratings is always saying different things depending on who you ask and who gives the ratings. And for me, it's maybe not the most fair way to judge a player. Po, por të shkosh nga nota 7, nota e SofaScore në notën 4 në Corriere dello Sport, ekziston shumë diferencë. I think the apps probably will value highly that he gets a lot of touches, he's very involved with the ball, he's good at passing the ball, he doesn't drop it so often. But as I said, as you said as well, 7-4 is a big difference. Maybe the truth is in between. Maybe it was 5.5 for that game. Okay, se përket mënyrës se si po gjykohet Kristian Aslani në Itali, dhe ai shprehet se po ka një diferencë madhe sidomos në ndeshjen Inter Milan, ku Kristian Aslani është vlerësuar me notën më të lartë për atë te Inter, ka qenë një ndër 3 lojtarët më të mirë në fushë sipas SofaScore-it, por si për çuditë në Corriere dello Sport mori notën 4 si lojtari më i dobët. Gazetari i huaj na shprehet se sipas tij është normale që të ketë pra një diferencë të tillë, sepse SofaScore bazohet te analiza, ndërsa mediat bazohen pikërisht në një pasim i munguar apo një shans goli i mohuar, dhe pikërisht për shkak të kësaj arsye sipas tij ekziston kjo diferencë, por gazetari shpreh gjithashtu se ekziston një paragjykim, si ta thuash, nga kohat e kaluara ku Aslani ka gabuar në ndeshje të mëdha, dhe gjitha kjo vjen në një gjykim jo fort korrekt të mediave italiane karshi Aslanit, dhe vetë gazetari shpreh gjithashtu se sigurisht ekziston një diferencë e madhe mes një note 7 e cila vjen nga SofaScore dhe një note 4 e cila vjen nga Corriere dello Sport, dhe për të nota ideale e Kristian Aslanit do të ishte një notë e mesme. Dhe a do të flitej ndryshe për Kristian Aslanin në Itali nëse nuk do të ishte shqiptar? I don't think his nationality has anything to do with it. His problem is more, for me, different from nationality. For example, Davide Fratesi is Italian. He's also described somehow problematic because he's not involved in the game. Maybe he's not good when he starts. I think the performances is everything, and I think it's more due to other reasons. I don't see that because he's Albanian, he's more or less criticized. I don't think so. Gazetari na thotë se nuk është shkaku i nacionalitetit i kombësisë, pra fakti që Aslani po kritikohet në Itali te Interi, sipas tij është dhe Fratesi, i cili është italian dhe sërish ka po kaq shumë kritika nga tifozët e Interit. Ai thotë se nuk ka të bëjë as pak me faktin që Aslani është shqiptar, por për shkakun e performancave të tij.
Ti the se e ke ndjekur nga afër Kristian Aslanin, ishe në stadium për të parë ndeshjen Inter Verona. Çfarë të bëri më shumë përshtypje nga Kristian Aslani dhe nga aftësitë e tij duke e ndjekur më nga afër live në stadium? Çfarë të bëri më shumë përshtypje nga ky futbollist? I think he has a good foot. I think he's very good at passing the ball. I think he's very good at dictating the tempo. I think he can be a good 8 or 6. I think he can contribute a lot to Inter, especially in this type of game. I think he maybe misses something personality-wise for San Siro. Maybe he feels the pressure, and it's also not easy when you come off the bench and don't get many games in a row. Especially for a young player, he has to play a lot, and it's difficult to grow the confidence. But you can see that he has quality. You can see that he can take corners, he can take free kicks, he can take the penalty. He has a good shot. I really believe that he could show it more, and I really believe that he can do even better. But I understand it's difficult when you don't play many games in a row. So the one game you play, you also feel even more pressure to perform, because otherwise you know you won't play. I think also he should have been playing much more at Inter as an 8. He's always been chosen to play as a 6 instead of Çalhanoğlu, and I think that they can play together without any problem because he has those type of qualities. Then he can improve a bit off the ball, but his qualities with the ball are very, very clear for everyone to see. Okej, pra gazetari tregon që ka qenë në stadium për të parë ndeshjen Inter Verona dhe atje ka vënë re gjitha karakteristikat e Aslanit, sipas tij ai dikton tempin e lojës, ka i përdor të dyja këmbët shumë mirë dhe këmbën e majtë dhe këmbën e djathtë. Është një lojtar i cili krijon shumë mundësira pasime horizontale, vertikale shumë të sakta dhe sipas tij problemi vetëm i Aslanit është pikërisht mungesa e minutave. Gazetari shpreh se është shumë e vështirë që ti nëse nuk ke vazhdueshmërinë, nëse nuk ke minutat e duhura, të rikthesh për të luajtur në nivelet më të larta. Gjithashtu vetë gazetari sugjeron që pra Aslani do të ishte më mirë që të mos luante si numër 6 pra në vendin e Çalhanoğlu's, por si numër 8 pra të luajë së bashku në krah me Çalhanoğlu'n dhe sipas tij pavarësisht se është shumë e vështirë për Aslanin që të ketë një vend titulari të Interi në këtë rol, do të kishte më shumë minuta, më shumë hapësirë dhe ndoshta do të bëjë një lojtar i rëndësishëm te Interi. A mendon se Kristian Aslani mund të marrë një fanell titulari te Interi dhe gjithashtu ti them se Aslani është më mirë nëse luan në krah të Çalhanoğlu's dhe jo në vendin e tij. Pra sipas teje duhet të marrë vendin e Barelës apo të Mkhitaryan? I don't think he can be a starter at Inter because Inzaghi, he loves his midfield. With Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, even Zielinski came from Napoli, he won the Scudetto there, he's not playing a regular starter, he's not getting regular playing time. So Aslani, I think, will have to be a rotation player, but I thought that he could be even more important as a rotation player. Yeah. That he can play more often, that he can do better, that he can be decisive more often. But it's going to be difficult to be a starter when you have ahead of you those two. And I think that one thing Mkhitaryan does very well is taking the ball forward. When he runs with the ball, he's very fast at taking it forward. He's very good off the ball. I think Barella also may be one of the best midfielders in Serie A, so they are very, very difficult to remove. But as I see it, we could expect more from Aslani in as a rotation player. And that's the problem, because when you get the chance, you have to make the difference. Otherwise, it's very easy to put you on the bench. Okej, gazetari pra shprehet se për Aslanin do të jetë shumë e vështirë, nuk e mendon se do të jetë titular te Interi sepse Inzaghi sipas tij e dashuron as fushën që ka dhe ai thjesht dha një sugjerim që nëse Aslani do të luante krah Çalhanoğlu's në fushë do të ishte më lehtë për të bërë diferencën për të pasur vendin e titularit, sepse sipas tij në krah të Çalhanoğlu's është Barella, i cili është një nga mesfushorët më të mirë të Serie A, në krahun tjetër është Mkhitaryan, i cili kur ka topin është shumë i shpejt me topin dhe shkon gjithmonë aty në sulm. Sigurisht sipas tij për Aslanin do të jetë shumë e vështirë edhe në një rol tjetër për të qenë një fanell titulari dhe do të jetë gjithmonë aty për të bërë thjesht rotacionin, por në këtë rol të ri sipas tij do të marrë më shumë minuta dhe do të jetë pak më shumë i rëndësishëm nga çfarë është tani. Ne në Shqipëri kemi krijuar një ide që sa herë që Kristian Aslani pason një top apo merr një vendim në fushë të Interi, ai gjithmonë i hedh një vështrim edhe reagimit të Inzaghit. A e ke vënë re këtë?
I haven't thought about it, but I think you can note that he's not 100% calm and comfortable. I see him play with Albania. I think he has the confidence. He doesn't think twice. He doesn't hesitate. I think with Inter he has more thoughts, and I think he feels the pressure. It's not easy to play at Inter. It's not easy to play at San Siro. And for me, he has the personality to do it. But I also understand that when you come off the bench, when you have to play once in a while, it's much more difficult. But I haven't seen him watching Inzaghi after he passes. I really hope it's not like that. But I think you can see in his game that if he would get the ball in the same situation with Albania, he would try something different. At Inter, maybe not. It's different system, different teams. Inter is a favorite. Albania maybe often is an underdog. But I think that he needs to play his game and do well for the team in a different way. And when I tweeted what I tweeted, I think you can see his qualities. I think you can see that he is good with the ball, but he has to show it. He has to do more when he shows it. He has to show that he can do that without any problem. And sometimes I think he hasn't because of him, but sometimes I also think the pressure has got to him. Ndoshta për ta mbështetur këtë teori, sa herë që Kristian Aslani luan dhe në stol është Faris, Aslani merr më shumë minuta nga çfarë merr kur në stol është Inzaghi. About this theory. Yeah, but it's Inzaghi who decides. Even if Faris is there, it's Inzaghi who decides everything, 100%. I speak about eye contact. Okay, you mean with the manager? I don't know. I haven't noticed. It's honestly difficult to notice that for me. I really hope it's not like that because it's not good if you are a player that you watch the coach instead of being in the game. Okay. Atëherë gazetari shprehet se sigurisht të shpreson që të mos jetë diçka e ngjashme, diçka e tillë, sepse nuk është mirë kur një futbollist shikon gjithmonë në sy trajnerin dhe pret reagimin e tij pas një pasimi, nuk mund ta mohojë, tha. Megjithatë duhet të theksoj faktin që kam parë Aslanin dhe kur ka luajtur me Shqipërinë, është një Kristian Aslani komplet tjetër nga Aslani kur luan me Interin, ka më shumë mendime, ka më shumë presion, ka më shumë frikë, bën zgjedhje të tjera te Shqipëria dhe bën zgjedhje të tjera te Interi kur e ka topin në zotërim dhe sipasi po ka një diferencë që është shumë e madhe. A ka ndonjë futbollist tjetër shqiptar, ndonjë futbollist tjetër të Shqipërisë ti e ke parë dhe të ka impresionuar më së shumti dhe a do ta shikosh ndeshjen e cila cilësohet si një prej derbit më të nxehtë të Ballkanit, Shqipëri-Serbi, e cila do të zhvillohet në muajin qershor? Now I did this podcast, so I will watch it happily. I saw them in the Euros. I think they did well. We had Asani. I think he played in AIK in Stockholm, so I knew him from before. I think he did very well. Jimshiti did very well for Atalanta, very tough defender. I think he's very good. Aslani, of course, my favorite. And Broja is a big talent. But I think you have an exciting team. I think that you can do well in the future, and I hope the best for the team and the football. But those are the players that I know most, and of course, if you give me some names, probably I have seen them play. Po, kam parë disa futbollistë, një disa futbollistë të Shqipërisë, njoh Yasir Hasani për faktin se ka qenë në Suedi më përpara, njoh Berat Jimshitin, lojtari i Atalantës, Armando Broja, është një super talent i Shqipërisë, shoh që keni një ekip shumë të mirë, shumë që të emocionon, por sigurisht që në të ardhmen duhet të bëni akoma më mirë. I kam ndjekur edhe në Europianin që keni zhvilluar dhe sigurisht që tani e kam mësuar që Shqipëria do të luajë me Serbinë dhe unë do ta ndjek këtë ndeshje më nga afër.